Hajde, çuk. Hajde, çuk. Hoppa. Hajde. Njëna pjellë e klyshve, janë klyshtë e Herkulit edhe të Sindës. Kja është vajza bundit I ka bo me Herkulin djalin e Kaloshit. Po qo këtë noni? Ik nona. Opa. Qo këtë noni që? Kanë vetëm 30 ditë shasat. Janë Herkuli edhe Luani, dy në ekzemplarë që kam përmërkullushëm. Herkuli klyshi I Kaloshit dhe Luani klyshi Arus. Hajde, huba. Hajde kullet ha hushës. Hajde, Luani. Ta janë dy ekzemplarë që I rujtë është për shiftim, është edhe vllai Herkulit, Tarzani. Tarzani është 11 muajsh. Është pak më I shkurt kështu si në altësi, por është më I zonë. Hajde, hop, bra. Wow! Hajde, Kuli. Janë për shiftimin e kudra, janë zgjedhë ekzemplarët më të mirë, për më përftu racën më të mirë dhe klysht më të mirë. Të më thonë janë pak dëpsu stesh, sepse janë njek 12 femna. Tu ka klysh për I Herkulit, edhe klysh për I Luanit, edhe klysh për I Tërmetit. Dhe më thonë është klyshi I Tërmetit, klyshi I Luanit, klyshi I Herkulit. Femna cila ka zërë sika e motra Herkulit, femna cilën e ka zërë sika e bundit, Simba, dhe moshkullin që e ka zërë bora sika Arus. Dhe më thonë ta ka zërë Luani, ta ka zërë Tërmeti, dhe këta ka zërë Herkulit. Të shpresim edhe klysh për I Tarzanit, sepse Tarzani kryen moshën të shpërshiftim edhe në nëjmë Zotit zërrim super klysh. Hajde.